Armando Broja ka ngjallur interesin e klubeve italiane që janë të gatshme të afrojnë sulmuesin e kombëtares shqiptare nga radhët e Burnleyt, por marrëveshja që dukej pranë finalizimit të mundshëm me Cagliarin për momentin ka mbetur në vend numëro. Nga një anë, Broja i ka dhënë okej transferimit te klubi i Serie A dhe është gati të vazhdojë atje karrierën, por në anën tjetër ka dy pengesa të mëdha financiare për realizimin e lëvizjes drejt Italisë. Mediat italiane bëjnë të ditur se shifra që kërkon Burnley për lojtarin në formulën e transferimit i duket e tepruar klubit të Cagliarit, që e cilëson si të lartë, dhe negociatat mes klubeve kanë ngecur në këtë pikë. Gjithashtu, problematike është edhe rroga e lartë që ka futbollisti aktualist në kontratën me klubin anglez, mbi standardet që ka klubi italian. Ndaj përtej dëshirës së mirë, ana financiare mund të bëjë diferencën, dhe kjo ka sjellë në një frenim mes diskutimeve mes palëve. Një nga talentet më premtues shqiptar që po rriten të futbollin italian është Joey Nureddini, mesfueshor i lindur në vitin 2007, ka hedhur një tjetër hap të rëndësishëm në karrierën e tij, pasi ka rinovuar kontratën me Genoa, klub që beson fort te potenciali i tij për të ardhmen. Pas firmës së re me skuadrën italiane, Nureddini ka folur për il secolo XIX, ku kanë ndarë emocionet e debuttimit në Serie A, objektivat për sezonin e ardhshëm, si dhe admirimin e madh që ka për Cristiano Ronaldo. Debutimi në Serie A. Futbollisti shqiptar realizoi ëndrrën e tij duke debutuar në elitën e futbollit italian në sfidën ndaj Parmës, edhe pse qëndroi në fushë vetëm pak minuta, ai e konsideron atë si momentin më të rëndësishëm të karrierës së tij deri tani. Hyra në minutën e 89. Debutimi zgjati vetëm pak minuta, por ishte momenti që e ka mëndëruar që Kumisa të godisja topin për herë të parë, një emocion unik. Deri në minutën e 80 mu kisha ngrohur fare, më pas trajneri më thret. Gjithçka ndodhi shpejt në mënyrë të papritur dhe pikërisht për këtë ishte edhe më e bukur. Për më tepër ishte një ndeshje direkte, rezultati ishte 0-0 dhe për mua ky ishte një sinjal shumë i madh besimi nga stafi teknik, tha fillimisht Nureddini. Rinovimi me Genoa. Rinovimi i kontratës me Genoa është padyshim një tjetër moment i rëndësishëm për mesfueshorin shqiptar, i cili synon të bëhet pjesë e përhershme e ekipit të parë gjatë sezonit të ardhshëm, mezi pres tash për blej këtë gjest të klubit të rikthehem të stërvitem me ekipin e parë dhe të luaj sapo të më jepet mundësia, ëndra ime e radhës është të shënoj në Ferraris, tha mesfueshori shqiptar. Cristiano Ronaldo. Nureddini nuk e fsheh se një tulli i tij në futboll është Cristiano Ronaldo, sipas talentit shqiptar, ajo që e bën portugezin të veçantë nuk është vetëm talenti, por puna e jashtëzakonshme dhe kujtesi ndaj çdo detaj. Cristiano Ronaldo në vlerësoi për përkushtimin e tij dhe kujdesin dhe fiksimin ndaj detajeve, janë aspekte mbi të cilat punoj shumë edhe unë. Në Kupën e Botës, pa Italinë dhe Shqipërinë, do të bëj tifo për Portugalinë e tij, tha Nureddini mes të tjerash.